Asnjëri nuk është emër potencial. Qoftë Jorida, qoftë Ali Mehmeti nuk kanë potencial. Duhet kuptojmë një gjë. Kam thënë edhe prap përsëri brezi 30 vjeçar nuk mundet të sjellë absolutisht asgjë. Nuk mundet sepse nuk kanë të pjekur e para politikisht, pavarësisht se Jorida dhe Bagu është shmarr deputetë, domethënë ka qenë kaljo, por nga pikpamja politike nuk ka prodhuar absolutisht asnjëherë. Nuk kam parë asnjë kauzë apo asnjë vizion apo alternativë të Jorida të Bagut për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Më vjen keq se Jorida të Bagu është edhe ekonomiste në profesion. Nuk e kam dëgjuar një herë të vetme që Jorida të Bagu supozojmë të krijojë çështjen e minimumit etik, gjë që është një nga hallkat e zinxhirit të ekonomisë dhe zhvillimit të një vendi. E kanë marrë si lehtë, por do të jetë pengesa më e madhe qoftë edhe për atë çfarë Shqipëria pretendon për Bashkimin Evropian. Kështu që të dy personat, Ali Mehmetin e kam pas, domethënë kam mbaruar për herë të parë dhe kam marrë e di që nuk e ka të forcat të një vetë për drejtuar një bashki si Tirana. Gjithsesi unë gjykoj që duhet jetë një personalitet për Tiranën. Duhet jetë dikush jo me emër se është X i familje e tillë, do të shohim personin jo vetëm për realin apo familjen. Gjithsesi ngelim gjithmonë tek ajo që pavarësisht nga të gjithave, Tiranës i duhet një autoton për ta drejtuar qytetin. 20.000 votat afërsisht që morën të dy në zgjedhjet e 2025-s nuk janë një tregues? Jo, nuk janë tregues për një arsye shumë thjeshtë. Unë e njoh shumë mirë se si funksionon qoftë edhe te Partia Demokratike, qoftë edhe në përgjithësi elektorati. Të dy kanë marrë ato vota pikërisht sepse nuk kanë qenë në garë personale të tjera. Supozojmë se të ishte Berisha në garë tek Partia Demokratike në Tiranë apo do të ishin personale të tjerë në garë, domethënë nuk do ishin lista mbyllur, lista të hapur, që nuk do kishin marrë këto vota. Këto vota i kanë marrë falë mbështetjes të Berishës, ju ka bërë direkt në çdo hap që ata kanë qenë gjatë gjithë fushatës elektorale. Në thonjza, zoti Merkoçi, kush është e keqja e kësaj Partie Demokratike? E keqja e kësaj Partie Demokratike është se u kthye nga një parti të cilën e krijuam si një parti e forcës djathtë për ta çuar akoma më tej drejt konservatorizmit, është doli një parti e qendrës me tipare të majta, nuk ka më. Domethënë gjithkush që mund mendojë që Partia Demokratike është partia e djathtë gabon totalisht. Nuk ka asnjë lloj lidhje më me djathtë. Kështu që aty komandon çdo gjë, komandon kryetari. Absolutisht çdo veprim, çdo vendim e merr kryetari dhe prandaj ndodhet edhe kjo që nuk ka caktuar akoma kandidatët për kryetar. Se normalisht duhet kishte një garë brenda Partisë Demokratike, por duke munguar fraksionet brenda partisë, patjetër që ngjelet një parti e qendrës me orientim majtës, i cili do ta caktoj kryetarin, domethënë pavarësisht se ju dëshironi që të bëjnë ca gjoja sikur zgjedhje, gjoja sikur i quajnë primarë, tash që s'kan lidhje me Partinë Demokratike, se primarët janë koncepti të djathtës konservatore, nuk janë në qendrës. Dhe do shiftin disa lëvizje, domethënë rrotull aty, por në fund fare është Berisha që cakton gjithkënd, nuk ka një. Zoti Merkoçi, për të kthyer në retrospektiv, si erdhi zoti Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike? Ju i keni ndjekur nga afër zhvillimet asaj kohe. Jam një nga themeluesit e Partisë Demokratike, kam filluar që me datë 8 dhjetor. Nuk është se jam vëzhgues i thjesht i asaj partie, por ajo që ndodhi që ne themi ajo pjesa më aktive e asaj kohe ishim në përballje me diktaturën, vazhdonim luftën me diktaturën, vazhdonim betejat në rrugë. Në të kohë që këta ishin persona të cilët zgjidhin poste, caktonin poste, bënin mbledhje në mënyrë të fshehta. Erdhi, ka qenë janari i 91-shit, 17 janar, mos gabosh, 91-shit, kur në atë mbledhje u bë një gjurdiu, u prish mbledhja se ishte Meksi për ta partia. U prish mbledhja dhe të nesën u votua, themi, apo u caktua në garanci
doli Berisha në krye të Partisë Demokratike dhe në ai moment Berisha nuk e ka lëshuar më Partinë Demokratike, qoftë edhe se ka pas postin e presidentit apo postin e kryeministit. Ka disa zëra që e lidhin me një të shkuar komuniste zotni Sali Berisha, sa të vërteta janë? Po patjetër, është fjalimi i Ramiz Alis në 89-ën, se nuk po më përmendim Katovicin, kemi direkt 89-ën fjalimi i Ramiz Alis ku thotë ne kemi kuadër për të bërë 50 komitete qendrore. Dhe patjetër që nuk mund ndryshoj. Ata që janë rritur në ato mentalitetin e komunizmit nuk mund ndryshojnë, shumë e vështirë për të ndryshuar, mos thënë e pamundur. Dhe Berisha tregoi që nuk vazhdon me atë mentalitet, vazhdon me atë synim, është mësuar, me atë nuk ka se çfarë të bëj, është i brymosur me atë lloj ideologjie, sa do të mundohet, sa do të bëhet. Supozojmë një nga faktorët për shembull që Berisha i ka borxh të popullit është futja e Sorosit në Shqipëri apo dhënia e hapësirës Sorosit totale, domethënë duke bërë mit, duke ndjekur politikën e Sorosit. Dhe Shqipëria ka arritur në këtë drejtë që jemi sot. Ende? Dhe sot bashkëpunon me Sorosin, duke qenë se ai thotë që janë personi që e kam atakuar më së tepër mi dje botërisht kjo gjë. E ka atakuar fare tash, sepse ja ta them se sa ka atakuar, unë do të jam vetëm një gjë të cilën unë e kam kërkuar ndër vite, ku kam deklaruar që Partia Demokratike do të bëjë një kërkesë Bashkisë Tiranës për t'i hequr titullin qytetar deri në Tiranë Sorosit. Apo shkollën, supozojmë që është në Rogozhin që kanë emrin e Sorosit, apo kopshet e qerdhet që janë nëpër Durrës, që mbajnë emrin e Sorosit. Dhe nuk kam bërë absolutisht asnjë lloj veprimi. Nëse unë distancohem nga një person, atëherë unë do bëj dhe veprime kështu. Sepse është veprimi ai që flet më tepër se sa fjala. Fjala deklarative mund bëjmë sa duam, mund flasim sa duam. Problemi është se çfarë bëjmë konkretisht, veprim, një e para, dhe e dyta, atë që kam deklaruar që në primarat e para ku kam thënë që Partia Demokratike komandohet me Soros. Ka akoma kontingjent aty brenda parlamentit të Shqipërisë në radhat e Partisë Demokratike që në një farë forme janë një financim, një promovim i Sorosit? Aty plot. Aty është plot. Në politikën shqiptare Sorosi i ka fut thetrat tepër thellë. Nuk mundet të thuash që në politikën shqiptare Sorosi nuk ka komanduar. Sorosi komandon politikën shqiptare. Dhe prandaj kemi ardhur në këtë gjendje që është Shqipëria. Pikërisht sepse nëse do të shohim të gjitha veprimet që bëhen në politikën shqiptare apo në atë që ata e quajnë shoqëri civile, janë gjithë orientimet e Sorosit, gjithë programet e Sorosit, gjithë ideologjia e Sorosit. Do ta shohësh qysh në bërjen e kushtetutit.